Turisti gjerman Lorenz Wall është rikthyer për herë të dytë në Memaliaj, ku do të qëndrojë 2 javë për të eksploruar më tej bukuritë natyrore dhe traditat e qytetit. Ai tregon se vizita e parë i la për shtypje të thella, ndërsa kjo e dyta është mundësia për të njohur më thellë kulturën dhe mikpritjen e banorëve vendas, si dhe asetet turistike që ofron ky qytet. Second time, I was here for 2 years. Gjatë vizitës time të parë, u magnita nga natyra dhe mikpritja e njerëzve këtu. Kësaj radhe vendosa të qëndroj 2 javë, për të njohur më thellë kulturën dhe traditën lokale. Çdo rrugicë e qytetit më duket e veçantë, dhe çdo takim me banorët më bën të ndihem si në shtëpinë time. Natyra këtu është e mrekullueshme. Malet, lumenjtë dhe peizazhet e gjelbëta më japin qetësi dhe energji pozitive. Do të këshilloja çdo turist të marrë kohën për të eksploruar gjithçka që ofron kjo zonë. All things I need. Sipas specialistes së turizmit në bashkinë Memaliaj, Vjosava Balliu, vizitat e turistëve të huaj po rriten gradualisht çdo vit. Gjatë këtij viti kemi patur një rritje progresive të numrit të turistëve. Kjo fal edhe atraksioneve që ne kemi në bashkinë tonë, që kemi shkëmbin e bardhë, kemi bujtinat brenda në qytet dhe në zonat rurale që janë më të frekuentuara. Kemi dhe muzeun e qytetit etnografik dhe ato të minierës, të cilët kanë arritur një numër të lartë vizitorësh. Të gjithë këta që vinë për muzeun, sidomos për atë minatorin, janë të interesuar për vlerat që kemi kaluar, edhe pse tani në Vjeshtë kemi patur një numër të mirë vizitorësh, të cilët kanë qenë deri në 8.000 për këtë periudhë, vetëm për këto 2 muaj, vendas dhe të huaj. Nga fillimi i vitit 2025 e deri tani, numri i vizituesve në qytet ka arritur në 44.200, një tregues i qartë i rritjes së interesit për këtë destinacion.